Pas disa javësh qëndrimi në qeli, Erion Veliaj pritet të qëndrojë edhe vetëm pak ditë nën masën e sigurisë arrest me burg. Në seancën e fundit gjyqësore u bë e ditur se akuzat më të rënda ndaj tij janë rrëzuar, duke mbetur vetëm disa akuza të natyrës më të lehtë, të cilat sipas ligjit mund të konvertohen në masa alternative si arrest shtëpie ose shërbim prove. Ky zhvillim ka hapur rrugën për mundësinë që ai të lirohet shumë shpejt dhe të kthehet pranë familjes dhe detyrës së tij si kryebashkiak i Tiranës. Procesi gjyqësor është ndjekur nga afër nga përfaqësues të mediave, qytetarë të interesuar dhe figura politike të gjitha krahave. Në sallën e gjyqit atmosfera ishte e ngarkuar me një prani të dukshme të forcave të sigurisë për të shmangur çdo incident. Avokatët e Veliajt kanë paraqitur argumente të hollësishme për të rrëzuar akuzat fillestare, duke theksuar mungesën e provave të forta dhe pasaktësitë në hetim. Nga ana e saj, prokuroria ka pranuar se disa prej akuzave të ngritura në fillim nuk kanë mbështetje të mjaftueshme në prova materiale apo dëshmi të besueshme. Reduktimi i akuzave ka ndryshuar ndjeshëm panoramën e çështjes. Fillimisht, Veliaj përballej me rrezikun e një dënimi të gjatë me burg, ndërsa tani skenarët janë më të favorshëm për të. Juristët që kanë ndjekur rastin nga afër thonë se ekziston një probabilitet i lartë që ai të kalojë në arrest shtëpie. Me detyrimin për të paraqitur periodikisht para autoriteteve ose që dënimi të zëvendësohet me shërbim prove në komunitet, lajmi për lehtësimin e akuzave është përhapur shpejt në opinionin publik, duke nxitur reagime të menjëhershme. Mbështetësit e Veliajt e kanë konsideruar këtë zhvillim si një dëshmi se procesi po shkon drejt një përfundimi të drejtë dhe se akuzat fillestare kishin qenë të fryera politikisht. Ata kanë shprehur bindjen se ai do të rikthehet shpejt në detyrë dhe do të vazhdojë punën për projektet e nisura në kryeqytet. Nga ana tjetër, kundërshtarët politik kanë reaguar me skepticizëm, duke kërkuar që hetimet të mos mbyllen pa u verifikuar çdo detaj dhe duke paralajmëruar se një vendim i nxituar për lirimin e tij mund të krijojë një precedent të rrezikshëm. Në Tiranë, pritshmëritë janë të larta. Gjatë mungesës së Veliajt, disa projekte madhore infrastrukturore kanë mbetur pezull ose kanë ecur me ritëm të ngadalësuar. Një rikthim i tij në zyrë do të thoshte rifillimi i punimeve për këto projekte, si dhe vazhdimi i iniciativave të tjera të planifikuara nga Bashkia e Tiranës. Punonësit e bashkisë dhe drejtuesit e drejtorive të ndryshme po presin vendimin final për të ditur nëse do të vijojnë punën me të njëjtin drejtim apo do të përballen me ndryshime të reja administrative. Burime pranë stafit të Veliajt kanë bërë të ditur se gjatë qëndrimit në qeli ai ka ruajtur qetësinë dhe vendosmërinë, duke besuar fort se pafajësia e tij do të vërtetohet. Ai ka shmangur deklaratat publike të gjata, duke zgjedhur të mos e përdor procesin si një platformë politike dhe duke lënë që vendimi të flasë vetë. Megjithatë, persona të afërt me të kanë lënë të kuptohet se nëse lirohet, ai do të ketë një deklaratë të fortë për publikun dhe do të shpjegojë në detaje versionin e tij për ngjarjet. Analistë politik mendojnë se një vendim për lirimin e Veliajt do të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në skenën politike, veçanërisht në kryeqytet. Ata argumentojnë se rikthimi i tij do të konsolidojë pozitat e mazhorancës në Tiranë dhe mund të shërbejë si një sinjal force për përballjen me sfidat elektorale të ardhshme. Në të njëjtën kohë, ky vendim mund të ulë tensionet që janë krijuar gjatë mungesës së tij, duke i hapur rrugë një periudhe më të qetë politike. Seanca e ardhshme gjyqësore, e parashikuar të mbahet brenda pak ditësh, do të jetë vendimtare për të përcaktuar nëse Erion Veliaj do të lirohet nga qelia dhe do të vendoset në një masë më të butë sigurie.